Fali burra. A je Idris Eferi? Si je sa në Prishtinë? Një së vjeni sa pek. Po e ma vreu rrugë një fotograf e më zgjati këta. Meri tha se po të vinë serbët puna parë që do të bajnë do të djegin këto fotografi. E ju mundi runi ma mirë, kështu më tha. Si je sa një Drenica? Po që me neri. A jeni burra? Po këto janë lufta tonë, burra. Po, bashkina da. Hev, menzi do këtë Idris Eferi. Ku është, menzi? Qetë, Shka i duen resmet Idris Eferit? Turqit e njojnë dhe pa to. Po e kanë pa mirë me i dan të luftës. Këto i duen historisa, li Drenica. Sidomos tash që do të formojmë shtetin tonë. Atëherë vllazëm, mos mbasim kohë. Ora e Shqipnisë po bie. Në Komitetin e Shpëtimit Kombëtar ishim marrë vesh së bashku të zgjidhnim qytetin më të përshtatshëm për ngritjen e flamurit. Tash që veriu i Shqipnisë rrezikohet nga ushtrit serbe e balazeze, duhet që ky qytet jetë sa më larg tyne. Ismail Gjemali në porosit nisin delegatët për Durrës. A jena një meni me të? Ja shtu të bala. Mendojmë që të tërgojmë në emrin e tanë në karahinave të Kosovës, isa buletinin me trimat e vetë. Ata do t'jenë edhe në mbrojtjen e shtetit të ri shqiptarë. Kurse na do të qëndërim këtu, për me i dalë zot vendit e për me pengue ushtrit serbe. A ke gja me thani sa bek? Shka me thane, o sa në Prishtina. Asgja ku jemi i tanë bive të mi nuk mundet me shpërbly nderin e math që pëmbani në këtë lidhe të dytë për Izraelit. Ju falim nërës juve e tanë Kosovës. Rof Shqipnia.